po lema në mos bëni hajgore, po kjo është hajgore. Po shikon më thonë po shkojnë anë. Fjola është e Arionit. Sot është me i thonë qytetarit Kosovës po bojnë ajo kurudha për Shqipëni, është me shku me Albin Kurti do të shkojnë në Hon. Një pyetje. Qysh morët me besu qytetari Kosovës këtij zotimi programor, elektoral, për 4 kurudha, kur 4 rrugë kryesore nuk janë përfundu. A je nga Gjakov, je nga Gjakova. Rruga Prishtin, Gjakov, Dol Gjakov, 50 metë pa u përfundu. Rruga për Podujev, rruga për Gjilan, autostrada e Gjilanit. Qysh me besu ndërtimin e kurudha, qysh me besu investimet në bujqësi, kur udhëzimi administrativ që janë diskutim publik, është ma diskriminuesi për fermerët e Kosovës. Po këto zotime janë zotime të paralizueshme. Premtimet e kësaj qeverie, një fjali, ish dosht me kon, premtimi kryesor i kësaj qeverie, dosht me kon me mujt me i krye, që të punë si ka krye që pas vjet. Zoti Tahiri, qytetarët do t'i besajnë qeverisë Kurti, kryeministrit Kurti, sepse do të na masin në punën tonë. Nëse i rikthehesh premtimeve të lëvizjes në vitin 2021, i kemi realizuar secilën një nga një. Dhe të njëjta do t'i realizojnë edhe në këtë mandat. Rruga për Gjakov. Dhe secila prej rrugëve të tjera, Besnik, rruga për Gjakov. Rruga autostrada e Gjilanit. Mi kthem 30 sekonda se duhet më japë përgjigje. Do na më kthy përgjigjen për rrugën për Gjakovën. Çka ka ndodhur me rrugën për Gjakov? E shtregon për shumë për Gjilan dhe për Gjakov edhe për urën e Vranidollit në rregull jemi. Qytetarët gjithmonë na kanë marrë me premtimet tona, të cilat i kemi premtuar dhe kemi realizuar. Njëjtë kemi folë edhe kur kemi premtuar për shtesat për fëmijëve edhe për shtesat për Nana Lehona dhe gjithçka tjetër. Rruga për Gjakov është një rrugë e cila, sikurse shumica e projekteve tjera, për shkak të keqpërdorimeve, abuzimeve, janë nisë mbrapsht edhe keq. Dhe kjo rrugë do të përfundohet, Besnik. Po që 5 vjet. Do të përfundohet. Dhe për te asaj, nëse po flasim për Gjakov. Çka ka ndodhur se po Kryeministri sot në Gjakov. Po me ditë për Gjilan. Po doni me bëhe kurudha, për Gjakov, për Gjilan, për Gjakov, për Gjilan. Pikërisht kështu folet para qytetarit Kosovës. Me përgjithësi, duke ndajt pas premtimeve tona. Një program i thjeshtë, një program normal, një program i sinqert, kishte me qenë me thonë për 2 vjet do ta përfundojmë rrugën për Gjakov. Do ta përfundojmë rrugën. Arbrie, me siguri edhe a bën me marr vitin. Se me siguri edhe votuesit janë të interesuar. Vitin kur kryhet rruga për Gjakov? Kur? Qytetarët e dinë. Keqpërdorimet e shumta që kanë ndodhur. Tash kur kryhet tash? Kohë me i përmirësu. 4 vite tash. Kjo rrugë do të rregullohet do të finalizohet suksesshëm në fillim të mandatit të radhës, sepse sikurse din Besniku, puna aty po vazhdon me intensitet të fillimi ananidot. Besnik, ti din sa shumë ka pas aty Po jo, më s'ka pas kur ka keqpërdorime, krete ke pas buxhetin, e kanë tërhiq buxhetin. Po bre ju lutem, po ajo e dini veç për Gjilan. Po jo më shumë e vërtet. Faleminderit ku Arionit dhe Tajonës. Nuk për keqpërdorimet e abuzimit që kanë. Lutëm, t'ja u lutë fjallën. Dol me i thonë qytetarit Kosovës, po bëj hekurudha, nëse ke përfundu, po lema në mos bëni hajgore, po kjo është hajgore. Po shikon më thonë, po shkojnë anë. Fjola është e Arionit. Sot është me i thonë qytetarit Kosovës, po bëjnë hekurudha për Shqipëni, është me shku me thonë, Albin Kurti do të shkojnë në Hon, edhe shumë shpejt. Ne nuk bëjmë hajgore. Ne jemi serios. Edhe ne bëjmë premtimet tona. Lutëm,